Kështu që na trego pak më shumë për atmosferën. Ti ke 2 vite tashmë që merresh me këtë gjë. gjë. Në Lartësit ne po bëhemi 3 vjet që e kemi atë beach bar, restorant, plazhin, edhe këto, por unë gjithmonë jam marrë me këtë pjesë, me shërbimin në përgjithësi, dhe shohim që këto vitet e fundit turizmi bregdetar ka arrit në faza shumë të mira. Dhe këtë vit pritet akoma dhe më tepër, por në krahasim me 2 vitet apo vjet nuk mund të lëvizi kurba shumë, se gja ka lëvizur shumë, tani janë lëvizje më të vogla, po normalisht janë dhe gjithmonë të larta numrat e turizmit. I vetëm problem që ne kemi, është një problem madhor, madhor është burime njerëzore, nuk kemi staf. Po, dhe madje në pyetësorin tim kjo ishte një ndër pyetjet që do dohesh ndajesha pak më gjatë, sepse jo vetëm ti, por kam dëgjuar edhe nga shumë menaxherë të tjerë që nuk ka staf, dhe sidomos gjatë periudhës së verës ku patjetër të duhet një numër më i madh relativisht punonjësish për të proceduar sigurisht me gjithçka. Si ja bëjmë në këto raste? Si ja bëjmë? Do ja dalim. Gjithmonë do ja dalim. Do bëjmë vetë 3 punë të tjera do t'i mbushim. Dje ishte dhe dita e punëtorëve. Fiks dje ishte dita e punëtorëve dhe dje dorim në punë. Ore, pse më dukesh kaq i pamotivuar mua? Do ta marrim pak më seriozisht këtë verën apo? Vera merret seriozisht gjithmonë, prandaj del e bukur, se merret seriozisht tër kamarierët edhe banakierët të shërbimit, sepse po kërkohen me qiri, nuk po gjë. Po, dhe ata kanë atë vetë besimin që shko se unë jam i pazëvendësueshëm. Edhe të vën kushte. Dhe unë mendoj se një nga arsyet që ne jemi në këtë fazë tani është sepse në vitet në fillim gjatë sezonit nuk u vlerësonin. Unë isha punoja kamarier apo bartender dhe në sezon nuk u vlerësoje. Kishte kushte të këqija, pagat ishin të ulta, të trajtonin sikur ti nuk ishe kamarier apo banakier, po sikur ti duhet të ulje të ngrihet çadra pafund. Dhe tani janë të kurrur çunat, janë bërë më të ngurtë dhe nuk duan të shkojnë më në jug pa e paguar mirë apo pa ja bërë kushtin siç do ai. Sepse jemi ndjekur ne, brezi jon u doq, e ngri, si do thon, kushtet flinte në për çadër, po t'lesh në çadër, 3 muaj rresht. Shumë sfiduese.